Mbi 1000 punonjës do të jenë në gatishmëri për të shmangur defektet dhe ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike gjatë sezonit të verës. Llambi Miti, drejtori operatorit të sistemit të shpërndarjes, tha se ekipet do të jenë në gatishmëri për ndërhyrje të menjëhershme në rast avarish me bazë materiale të shpërndarë në të gjithë territorin. Këto masa synojnë që të garantojnë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike për qytetarët, bizneset dhe mijëra turistë që vizitojnë Bregdetin shqiptar gjatë sezonit veror. Ne kemi në teren 1120 personel njerëz, të cilët janë ndarë në 136 grupe dhe këta patjetër që kanë 86 mjete, ku janë të kompletuar me mjete pune, janë të kompletuar me gjithë bazën materiale të nevojshme për të minimizuar çdo ndërprerje të energjisë elektrike. Paralelisht me organizimin në terren, OSSH ka realizuar një sër investimesh në rrjetin e shpërndarjes, e detyruar edhe nga rritja e konsumit të energjisë elektrike, e cila në qershor ka rezultuar mbi 13% më tepër se një vit më parë. Konsumin e qershorit të vitit 2025 me konsumin e qershorit të 2026 ka një rritje prej 13.9%. Në qoftë se krahasojmë periudhën janar-qershor, pra 6 muajin e parë të vitit 2025 me 6 muajin e parë të vitit 2026, ka një rritje të konsumit rreth 10%. Dhe masat që kemi marrë ne për të përballuar këtë rritje të kërkesës për energji elektrike që përkthehet në konsum, janë që ne në shumë në stacione kemi bërë fuqizimin e tyre duke shtuar fuqin e transformatorëve ekzistues, apo numrin e gabinave që për bërë një shpërndarje më të mirë të ngarkesave. Operatori i sistemit të shpërndarjes ka ndërhyrë në 136 nën stacione dhe 126 kabina elektrike, ndërsa janë rikonstruktuar linja të tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët, me qëllim rritjen e sigurisë dhe kapaciteteve të furnizimit.